Na thua një lutje që shkolla të shkoj sa më mbar. Mëso dhe vazhdimisht bëje këtë lutje. Rabbi zidni ilma. O Zot, ma shto diturin. Vazhdimisht bëje këtë lutje. Alus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Po ashtu të këshilloj që me qenë korrekt me namazet. Me rrit lidhjet me krijuesin e gjithësisë. Fale namazin. Aty në sejdë lutë Allahun e lartësuar që të t'i lehtësoj mësimet, të t'jap sukses, të të bëj dobishëm, të ta lehtësoj çdo vështirësi. Sejdja është vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjithësisë. Pra vazhdimisht fale namazin, përpiqu mëso dhe normal lutje sa më shumë. Allahu i rrit. O hoxh, çfarë është sabri? Sabri është durimi, përmbajtja e vetes. Sabrin e kemi në 3 llojesh. Sabër në bindjen te Allahu të lartësuar, me zbatu urdhrat e Zotit gjithësisë. Falja namazit, agjerimi Ramazanit, pra bën durim në kryerjen e adhurimeve. Sabër ndaj gjërave të cilat i ka ndaluar Zoti i gjithësisë, bën durime, përmban veten, nuk bën harame. Sabër, durim në caktimin e Zotit gjithësisë. Pra kur dikujt i ndodh një fatkeqësi, për shembull, bën durim. Tregohet falënderues ndaj Zotit gjithësisë. Normal, durimi ka shpërblim të madh. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtetë durimtarët do ta marrin shpërblimin e tyre pa hesab. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkojeni ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Profeti alayhi salam ka nxit shumë për me bë durim. Për shembull, kur i ndodh besimtarit një fatkeqësi, bën durim, e kjo është mirësi për to. Në çdo gjë pra është mirësi për besimtarin. Po ashtu vjen në një hadith, siç kuptohet prej hadithit, se fitoria vjen me durim. Elusim Allahun e lartësuar që të na zbukuroj me durim. Amin. A ka xhennet pa namaz? Ajt kallzon. Kretë pejgambert e kanë fal namazin. Allahu e ka ngrit Muhammedin, thot në qiell. Ka për qëllim Muhammedin alayhi salam. Po, se ne kur përmendim profetin alayhi salam, dërgojmë salavate mbi ta. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta. Për sa i përket a ka xhennet pa namaz? Xhenneti është në dorë të Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar fut në xhennet kënd të doj. Është në dorë të Zotit gjithësisë. Po t'ishte xhenneti në dorën tënde, në dorën time, atëherë është çështje tjetër. Po Zoti i gjithësisë e ka në dorë xhennetin. Allahu i lartësuar na ka treguar punë të cilat ta mundësojnë xhennetin. Po ashtu profeti alayhi salam na ka treguar në hadithet e tij punë të cilat ta mundësojnë xhennetin. Ndërto profeti alayhi salam thot në një hadith: kush, pra siç kuptohet prej hadithit, kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah hyn xhennet. Profeti alayhi salam e thot. Po ashtu vjen Kur'an se kush i bën innahu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kush i bën idhujtari Allahut, pra adhuron dikë tjetër përveç Zotit gjithësisë, Allahu ja ka bërë atij të ndaluar xhenetin. Që nën kuptohet për këtij ajeti se nëse një njeri nuk i bën shok Allahut të lartësuar në adhurim, e beson Allahun e lartësuar, e adhuron të madhin Zot një të vetëm, beson profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta, ky njeri pra do të hyjë në xhennet. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Nuk ka musliman në botë që e mohon
Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Është shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Allahu i lartësuar, kur ja shpalli, pra 5 namazet që i bëri obligim, e ngriti profetin ton alayhi salam në qiell. Pra dihet udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit. Nuk ka musliman në botë që thot pra mos me fal namazin. Të gjithë nxisin për me fal namazin. Dhe ajetet e hadithet janë të shumta, në mbi 72 ajete Zoti i gjithësisë në Kur'an porosit për faljen e namazit. Namazi kush i fal 5 vaktet, e dim që i premtohet xheneti. Namazi është punë që nëse njeriu e bën, pra me lejen e Allahut të lartësuar, hyn në xhenet. Por një person i cili fal një xhumë, fal një baram, fal ndonjë namaz, nuk e mohon namazin, ka dëshirë të falet. Ne nuk gjykojmë për to se ti falesh kot pra përderisa falesh një herë në javë ose një bajram, jo. Përderisa ky nuk e mohon fenë e Zotit gjithësisë. Patjetër që ai që nuk fal namaz ka bëjë gjunaf të madh, se ka kundërshtuar urdhrat e Zotit gjithësisë. Por xheneti është në dorë të Zotit gjithësisë. Dhe ne ftojmë të falet namazi, e këshillojmë çdo njërin që ta fal namazin. Dhe patjetër pejgamberët e Zotit gjithësisë kanë fal namaz. Përmend Allahu i lartësuar disa prej tyre në Kur'an. Pra prej cilësive të tyre, falja namazit. Dhe duhet me e fal namazin. Është në rrezik ai i cili nuk e fal namazin. Por xheneti është në dorë të Zotit gjithësisë. Pra siç e thamë edhe në fillim, profeti alayhis salam. Pra e thot, kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, hyn xhennet. Allahu na mundësov gjithëve xhennetin. Allahu ja mundësov çdo njeri që me fal namazin, që është porosia e fundit që ka thonë profeti alayhis salam, pra para se të ndronte jetë. Dhe siç vjen në transmetim, pra e ka përsërit derisa pra nuk kishte më mundësi ta nxirrte zorin. Sallallahu alaihi wasallam. A lejohet të bëjmë operacione plastike, për shembull hundën? Shejtani është zotuar para Allahut të lartësuar duke thënë ndër zotimet e tij: "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah." Dhe unë, ka thënë shejtani, do t'i urdhëroj ata që të ndryshojnë thot krijimtarinë e Zotit. Në Islam është ndaluar që njeriu të ndryshojë pra krijimin e Allahut të lartësuar. Pra për shembull, e ka hundën, e ka kriju i madhi Zot në formën më të mirë. Njeriu për zbukurim bën operacione. Këto janë të ndaluara. Por, nëse për shembull ka pësuar një aksident dhe do ta kthej pra hundën ose varet veshët ose pra në origjinë, nuk ka problem. Ose për shembull shkaqe shëndetësore, frymarrja e tjerë, pra kjo nuk ka problem. E nëse e bën për zbukurim, kjo është ndaluar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pra përmend në hadith që e ka mallkuar, kështu që Zoti na rujt dhe na bof prej atyre që i përmbahen urdhrave dhe mësimeve të fesë. Amin. Lutem natën kur më del gjumi dhe bëj thot istighfar gjatë ditës. A më plotësohet lutja për martesë? Gjatë natës, në 1/3 e fundit të natës, është kohë ku shpresohet që të pranohen lutjet. Dhe unë të këshilloj që me fal namaz, me ju lutë Allahut të lartësuar në sejdë, sepse sejdja është vendi ku njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë. Aty shprehja e Zotit gjithësisë, dëshirat që ke, lutjet që ke. Normal, përmendja Allahut të lartësuar, istighfari,
patjetër që ka mirësi të shumta dhe mos harrojmë edhe shkaqet, me i marrë shkaqet. Pra, merr shkaqet, lutë Allahun e lartësuar, mbështetu tek Zoti i gjithësisë, e lutë Allahun e lartësuar që ta martoj çdo beqar. Amin. Selam aleikum, a mundem dhikrin e mëngjesit me e bë edhe pas lindjes së diellit, Allahu të shpërbleft. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Amin. Allahu ju rujt edhe ju. Dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, normal, mund ta bësh pra pas faljes namazit deri në lindjen e diellit, por ka dietarë që thonë edhe pas lindjes diellit, pra. Po ashtu, dhikrin e mbrëmjes, pra para perëndimit të diellit, Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha." Lavdroje Zotin tënd me falënderim para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Gjithsesi, çështja është e gjerë, pra e bën pas namazit sabahut deri në lindjen e diellit ose edhe më vonë, nuk ka problem. Ai duhet dhënë punëtorit haku pushimet vjetore 28 ditë në vit të paguara. Nëse ke rënë dakord me të, pra e përmban marrëveshja këtë gjë, atëherë duhet me ja dhënë një. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud." O ju që keni besuar, plotësoni detyrimet. Kuptohet për një hadithi të profetit alayhis salam se punëtorit duhet me ja dhënë haku para se t'i thahet djersa. Dhe ne si musliman duhet t'i përmbahemi rregullave të fesë në çdo drejtim, në çdo aspekt. Përfshirë këtu, pra edhe punën, edhe marrëdhënia e pronarit me punëtorin. Pra duhet me ju përmbajt rregullave. Ke bëj një marrëveshje, përmbaju asaj marrëveshje. Plotësoj detyrimet që ke ndaj tij. Allahu ju rujt. Çka thu për atë burr që me tjerë të ndryshe e me gru tjetër person në një farë forme agresiv? Pra, pul me të tjerët dhe luan me familjen. Allahu e udhëzoft. Profeti alayhis salam thot: "Istawsu bin nisa'i khaira." Silloni mirë me gratë. Zoti i gjithësisë në Kur'an porosit që me çu jetë të mirë me bashkëshortet. Dhe njeriu më i mirë është ai që sillet më së miri me familjen e tij. Kështu që ky njeri duhet me u këshillu. Me u këshillu që me reflektu, me u sjell mirë me familjen. Janë amanet. Me reflektu. Kam dëshirë me u falë që sa vite, po s'po mundem kur. Lexoj Kur'an, sjelli tesbih, këndoj dua. Filloja namazin. Namazi ka nevojë pra që njeriu të ketë vullnet dhe të jetë i vendosur. Kështu që unë të këshilloj mos me e vonu. Qysh tani me fal ikindin, pra namazin e ikindis, bismillah, me ungrit, me raptes dhe fale. Jepi premtim Allahut të lartësuar që kur nuk kam për ta lënë namazin. Le të jetë kjo lidhje pra me Zotin e gjithësisë. Ne jemi njerëz që edhe gabojmë. Edhe rrëzohemi pra. Por këtë lidhje namazin mos e ndal. Mos e shkput këtë lidhje. Namazi është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. A e mendon që një ditë do të dalësh para Zotit? Do të japësh llogari? Puna e parë për cilën do të pyetemi është namazi. Nëse namazi kalon me sukses, lehtë janë çështjet tjera. Kush i fal 5 vakte i premtohet xheneti, a e do xhenetin? Pra, e fal namazin të premtohet xheneti. Filloje namazin. Shejtani nuk do që njeriu të ketë, pra, ta ruajë lidhjen me Zotin e gjithësisë. Nuk do shejtani.
edhe mundohet që njeriu pra ta shtyjë namazin. Po të hajtë se kam kohë. Në këtë formë, derisa kur e shef njeriu shkon pra 50, 60, më pas kur vjen momenti i fundit i jetës aty, në ato momentet e fundit pendohet, e kupton që kanë kalu shumë vite, e kupton më pas, por s'ka më dobi, e kupton më pas se, sikur imagjinoje ti 2 rekate namaz, nga ato që janë nafile, pra jo namazi me detyrë, për atë që ndron jetë, janë më të dashura se dynjaja e çka kanë to. Atëherë, pse mos me fal ti e gjallë, po jeton. Namazi është puna, pra punë e dashur tek Zoti. Pra puna më e dashur tek Allahu i lartësuar. Pse mos me fal? Ndërkohë që e di se Zoti i gjithësisë pra këtë namaz, po ta falësh ti e do Allahu i lartësuar. Atëherë, pse mos me fal? E di që namazin në sejdë është vendi ku ti je më pranë krijuesit gjithësisë. Ti mund të kesh halle, mund të kesh brenka, mund të kesh dëshira. Ora ato mirësi që ke, familjen, shëndetin, aty në sejdë me lut Zotin, o Zot më ruaj këto mirësi që kam. O Zot më ruaj nga sprovat. Unë të këshilloj, filloje namazin, mos e vono. Shumë njerëz, pra kanë thonë hajtë se kam kohë do falem. Kush ta siguron se do ta ngrysësh sot? Kush ta siguron se nesër do të zgjohesh? Kush ta siguron ty se do të jetosh aq gjatë sa që të kesh mundësi pra me u pendu, me reflektu? Përderisa jeton është shans. Është mundësi kjo, përderisa tani jeton dhe ne jemi pra, alhamdulillah sot, nuk ka arsye dikush thotë që nuk di. Shumë thjesht, shkru në Google, falja namazit për fillestar. Del pra me 10 linqe. Aty hap njërin pra prej linqeve, të tregon formën se si falesh. Shumë thjesht, duke i lexu aty falesh. Sot është shumë e thjesht. Kush të shef? Qohesh në gjes, pra se dikush mund të thotë, po jo, më vjen zorë, ndoshta më shohin njerëzit pra tu. Nuk është turp me fal namaz, pra me ron Zotit gjithësisë më sejdë. Aty tek dhoma ku je, qohesh, merr abdes, falesh aty në dhomën tënde, në dhomën e gjumit. Asnjë problem, merr si vendi ku falesh ti je i pastër, fillon namazin. Ku ka më mirë se sa me fillu ditën me falje me namaz. Po jenë mbrojtjen e Zotit, me falë sabahun jenë mbrojtjen e Allahut të lartësuar, nuk do me shonë mbrojtjen e Zotit. Ku ka më bukur se sa me mbyll njeriu ditën me namaz. Fillon bismillah. Të këshilloj qysh sot me e fillu namazin, dhe mos e lër kur. Allahu i rujt.